Serat e domateve në Karahaç janë ndërtuar nga ish kooperativa bujqësore e Finikit. Pas vitit 1991, ato u privatizuan nga disa familje, duke i shpëtuar nga furia e shkatrimit në mas për atë periudhë kohore. Gjatë këtij viti janë mbjellë rreth 5 hektar, kryesisht me domate dhe pak sallator, ndërsa janë punësuar rreth 40 burra e gra banor në njësinë administrative të Finikit. Meqense kushtet këtë vit kanë qenë disi jo dhe shumë të favorshme, megjithatë përpjekjet tona, domethënë në drejtim të prodhimit, të kultivimit, të rendimentit sa më të lartë, kanë qenë domethënë shumë të sforcuara dhe kemi arritur domethënë kemi mbajtur edhe bimën, edhe prodhimin në kushte shumë të mira. Serat e Karahaçit janë të vetme në vendin tonë që pjalmimin e kryejnë nëpërmjet bletëve. 4-5 vitet e fundit kemi filluar dhe bëjmë gjithë pjalmimin e prodhimit ose të kadeve të para të domates për cilat edhe kushtet e modit janë të disfavorshme për të pjalmuar dhe për të lidhur kokrat e para. Ne fillimisht domethënë përdorim bletët të cilat bëjmë pjalmimin edhe gjithë prodhimin pastaj i mëvonshëm ose pjalmimi i mëvonshëm bëhet qenë se përmirësojnë dhe kushtet e modit bëhet vetëm. Ato janë të llojit roze dhe së shpejti dalin në treg. Nga fundi i muajit do dali prodhimi i parë dhe në vazhdim pastaj do ketë gjithë muajin maj deri nga data 15 deri në 20 qershor. Fermerët e domates në Karahaç kanë vite që kërkojnë ndërtimin e një qendre grumbullimit të produkteve bujqësore. Megjithatë, ata prodhimin e tyre e shesin jo vetëm në tregun e brendshëm, por një pjesë e konsiderueshme çohet për eksport.